Kaltrin është edhe vajza jote. E ka trashëguar pak pasionin tënd dhe pasionin e babait për aktrimin? Shumë. Neve këte kemi çështje familjare tashmë. Mbase kemi cënuar pak lirin e zgjedhjes së tyre duke I orientuar larg profesionit tonë. Të paktën për formimin kryesor që është bachelori, ne kemi ngulur këmbë shumë që ata mos t'jenë tek fusha tona, pasi me thënë drejtën pas një jete shumë të gjatë në profesion dhe as pak të lehtë, mendoj që duhet të eksplorojnë ca fusha të tjera, që mbase nuk do jenë të lehta as ato, por të paktën unë nuk do ta di se sa të vështira janë. Kupton ndryshimin? Dhe mendoj që ndodh shpesh tek prindërit kjo. Ashtu siç nga ana tjetër më vjen shumë keq që vajza për shembull nga gjithat pasion që ka për teatrin, për filmin, unë në një farë mënyre po e detyroj që të heqë dorë dhe të marrë një orientim tjetër. Megjithse besoj fort tek fati dhe në qoftë se ajo fati I saj është I thënë që të jetë në fushën e teatrit apo në fushën e filmit, besoj që universi do veprojë në mënyrë të tillë që ta afrojë.